Mirë, rikthehemi sërish në studio, kam nderin edhe kënaqësinë që të flas sot për muzikën polifonike, një vlerë absolutisht e ndër më të mëdha të kulturës shqiptare, të tabanit popullor, një nga vlerat më të lartësuara sot të mbrojtura nga UNESCO si një vlerë e pa çmueshme të cilës nuk mund t'i vësh një çmim apo nuk mund t'i vësh një vlerë për ta cilësuar se cila është ajo, është e parritshme dhe ne jemi me fat që muzika polifonike është e Shqipërisë dhe e kemi ne këtë vlerë. Pam pak më parë që një grup nga Filharmonia e Francës interpretonte Janinës Çipa në syt, një perfekcion i cili në fakt do të vijë edhe në zërat brillant të grupit të Bratit të Vlorës pas pak në këtë studio, të cilët do të na interpretojnë edhe pjesa, por unë paraprakisht do doja që të flisja me një nga krijuesit, shkruesit, ai i cili punon për ta në vazhdimsi, ai është drejtues artistik, është zoti Nejip Seraj. Mirë se vjen, derë dhe kënaqësi që jeni në studio. Është sot muzika polifonike një vlerë e pacënueshme e kulturës shqiptare? Polifonia, jo iso polifonia, si quhet, por polifonia është vlerë e pacënuar. Dhe është e vetmja vlerë e jugut, e Labërisë, e cila nuk është huazuar as nga një interpretim ose një virus i huaj për të futur brenda. Ka ngelur e virgjër ashtu siç ka qenë. Ka po ato vlera, vetëm ka një diçka sot që ka më pak vëmendje. Ka qisaj. Përse? Duhet, domethënë nga institucionet e kulturës, nga ministria, nga organizata të ndryshme, nga këto OJQ që vinë më kupton që eksplorojnë për polifoninë labe, duhet më vëmendje. Duhet se nëse humbet polifonia, humbet vlera identitetit. Dhe deri më sot? Sepse nuk është thalli se e ka vlerën vetëm si këngë, si katër zërshe. Polifonia është institucion i gjendjes civile, në kohën që nuk kemi pasur gjuhë të shkruar. Është gjuha e kënduar dhe ka plotësuar, domethënë këtë institucion e ka zëvendësuar polifonia. Pse? Themi në një këngë të vjetër labe. Në 18 të Seneja lindi djalë Fatimea. Pra ai bën regjistrimin që bën sot gjendja civile, më kupton dhe thotë që atëherë thurëshe me këngë. E thot me këngë. Dhe i ka lënë të tëra nëpërmjet këngës i ka lënë kur vdes, kur martohe, kur lind, kur ndodh, edhe qoftë edhe një sherr në humor, edhe një grim. Familjar, në çdo ngjarje të familjes shqiptare është polifonia. Në të gjitha ngjarjet. Dhe është dhe vetmja që identifikon që ky komb është aq i lashtë sa edhe vetë kjo polifonia. Dhe besoj ju që punoni çdo ditë me polifoninë dhe ja keni dedikuar gjithë aktivitetin tuaj kulturor, ndjeni krenar siç juve përmendet dhe në fillim që është e pacënuar nga rrymat të tjera. Megjithëse duhet themi edhe këngëtarë të ndryshëm jo të muzikës polifonike janë munduar ta përfshin polifoninë në këngët e tyre, por që sigurisht nuk është e mirëfillta edhe janë tentativa të dështuar do të thoya. Flet për rrymat e reja për shembull si Turbo Folku sot. Për shembull me Turbo Folkun, për shembull unë që merrem me polifoninë, marrem dhe me Turbo Folkun. Por gjithmonë Turbo Folkun e bie, duhet të ketë një fabull, duhet të ketë një mesazh, duhet të ketë një gjetje, duhet të ketë një fjalë të urtë, më kupton, për ta krijuar. Jo për ta abandonuar. Të jetë si rrjedhë e kësaj, po të jetë pak më moderne, më e kohës, që edhe të rinjt nëse nuk u fut do këngën labe, nëpërmjet Turbo Folkut i afron. Në momentin që afrohen te Turbo Folku, shkojnë edhe te kënga. Shkojnë te kënga pastaj. Dhe bëhen vetë dhe ata pastaj, bëhen kritik, bëhen kërkues, thonë që për të gjetur, kjo është kështu ose s'është kështu. Është e vërtetë ose s'është, është e sajuar ose s'është, e kupton? Dhe i bie më afër. Kjo është shumë e bukur kur ndërthuren dhe brezat, në grupin e të cilin ne do ta mirpresim tani, sepse ata do të vinë në grupin e Bratit të Vlorës, ka edhe të rinj edhe të vjetër në moshë apo jo. Të cilët gërshetohen në grupin e Bratit janë 3 breza. Një brez që tani nuk vjen dot, që janë në Brataj, 2 këngëtar, 2 korife shumë të mirë të këngës labe. Është brezi i dytë që kam një kthesu, Zadir Seraj, që ka qenë 178-ën me mua deri më sot, dhe është ky brezi i tretë që iniciator, për të thënë të drejtën, iniciator i mbledhjes të këtyre djemve, që janë nga 20 vjeç, është ai që unë e kam si përgjegjës të grupit, Elidon Kamaj. Është njeri shumë punëtor, shumë i dhënë, në mbas folklorit,
mbas këngës Bratit, mbas vlerave që ka këngë e Bratit, është merit e veçantë e atia që këtë grup e mban të organizuar. Unë e ushqej në këton grupin. Grupi vjen në studio, do t'i pozicionojmë këtu, por regjia do t'na ndihmojë që ne të shkojmë në muzikën e bukur popullore për të vendosur të gjithë grupin e Bratit të Vlorës, dhe më pas do të kemi një performancë shumë interesante, apo jo, ha? Sa të bëhemi gati, pak muzikë. Një zë briljant si ai Rini Qiriaku, besoj është një vlerë
edhe këngëtarë të tilla të cilat vazhdojnë të mbeten tek ai shtrat i muzikës popullore, por në një tjetër formë, apo jo, të kënduar edhe me muzikën. Polifonia është tjetër gjë. Kam idenë është më e gjallë, më emotive, si e shihni? Po. Polifonia është origjinale, është thjesht me zëra, është kënga e shpirtit, nuk ka instrumenta të tjerë për ta zbukuruar. Kam idenë që edhe kënga Çumbushmari plot me rrush është pjesë e polifonisë, është kënduar, ka po, është kënduar valle grash polifonike, pastaj është futur me instrumenta. Por është e vërteta është valle grash, labe. Është valle grash, labe dhe është dasme. Dasme, këngë dasme, e vërtet. Megjithatë, zoti Seraj më lejo të prezantoj grupin. Është nder për mua që sot grupi i Brazit Vlorës është me mua në studio. Do të prezantoj me radhë zotin Zadir Seraj, faleminderit, mirë se vjen. Fisnik Sulaj, faleminderit, mirë se vjen Fisnik. Zotin Aben Haderaj, faleminderit dhe mirë se vjen. Treshja e dytë më pas Bledar Seraj, faleminderit dhe mirë se vjen. Elidon Kamaj që është ai i cili e mbledh grupin edhe do të flasim edhe me Elidonin. Elidon, faleminderit, mirë se vjen. Dhe Ervin Kreshpaj, mirë se vjen, kënaqësi që jeni në studio. Jam shumë i lumtur që shoh pikërisht atë ndërthurjen e Breza dhe si ndodh sot. Ka të rinj të cilët kërkojnë të jenë pjesë e grupit polifonik dhe mbi të gjitha ta marrin kulturën e polifonisë labe? Bile, kjo është që ky grup vjen dhe në studio, shkon dhe në festival Gjirokastërës. Sepse ai Marsi i Brezi i parë, që është në Brat ai sot është 80 ca vjeç, është këndon akoma, sa të malaj. Ata Marsat e dytë që janë, Brezi i dytë që janë për shembull Vasil Sera, Micofera, gjithë. Dhe Brezi i tretë është ky Fisnik Sulaj që është djalë 20 vjeç. Kupton? Dhe mbas këtij, shumë shpejt, kupton, do jetë dhe një Brezi i fëmijëve të shkollës, të cilët do ta mësojnë atë dhe do ta bëjnë. Shihet interesi sot nga të rinjt, apo janë pikërisht ato familje tradicionale që se kanë humbur vëmendjen nga polifonia? Ky është gen. Këta jetojnë në trevën e tyre dhe jetojnë bashkë me të, rriten me të, mëkojnë me të, më kupton, i qajnë hallet me të. Se më të shumë të asot me këngën labe, po thuaj, qajnë ato hallet e dertet e tyre që kanë, nxjerrin malli. E këton, kështu pastaj edhe e trashëgojnë. Elidon, është e vështirë ti bësh gjithë bashkë? Apo kur ke polifoni në zemër, tha është e lehtë ti bashkosh? Unë në rrët pari ju falenderoj. Shkënaqësia jonë. Aq sa vështirë, aq edhe bukur është të merresh me këngën labe. Vështirësi ka shumë vështirësi. Megjithatë, si të gjitha gjërat e tjera, një gjë që bëhet me pasion realizohet, bëhet. Dojnë qik sakrificë, dojnë qik. Ku përqendrohet aktiviteti i grupit? Në festivalit polifonike, në eventet, në çfarë? Atëre, ne në lumin e Vlorës, në të gjitha festat apo jemi prezent, po thuaj se jemi ai grupi që hapim atë festën. Gjithmonë kemi qenë prezent në për festivalet, mini festivalet e Vlorës, ISO Polifonia që bëhet vit për vit në Vlorë, ku kemi marrë dhe çmime, jemi prezentuar shumë mirë. Denjësisht. Denjësisht, po. Edhe sigurisht që sot do të përfaqësohen edhe denjësisht në këtë studio, edhe pse ndoshta teknika nuk është 100% maksimale, po grupi i Brazit Vlorës do të jenë të mrekullueshëm, jam i sigurt. Një nga këngët, Më ka marrë malli, do ta fillojmë? Po. Dhe fillojmë me atë? Po. Dëgjojeni me vëmendje një nga këngët më përfaqësuese të polifonisë, besoj labe apo jo. Jam i saktë kur e them se Sulejman? Po, dhe shumë e vjetër. Shumë e vjetër. Sa vite ka? Kjo duhet të ketë 1700 vjet. Por si ngjarje i këndohet 1700 është kur është bërë ura me venecian. Dhe ka një histori brenda kjo këngë. Sepse Brati ka një veçanti. Ka një veçanti në kulturë, sepse ka qenë qendër administrative tërë jetën, në të tëra llojet e sistemeve. Ka një veçanti sepse është një derven dhe ka pas 2 ura, që janë bashkim kulturash. Ka pas urën e Bogdanit 1100 dhe urën sot e Bratit 1700. Ka një klip subtropikale shumë të bukur, që rritet vetëm brez dafine dhe asnjë gjë tjetër. Asnjë gjë tjetër, a? Dhe ka disa pleq 100 vjeçar edhe më përpara që kanë qenë truri dhe zëmra dhe kënga e gjithë lumit Vlorës. Cilët e kanë trashëguar brezat brezet dhe vjen sot edhe të brezat. E dëgjojmë? Më ka marrë malli, është koha për ju. Më ka marrë malli shumë, më ka marrë, më ka
për mullinë me tregurë më ka marrë. Për mullinë me tregurë më ka kur hidhe shparë në urë më ka marrë. Kur hidhe shparë në urë parë më ka marrë. E për atë me vola. Mirë, e mrekullueshme, të rëngjell muzika polifonike, nuk është shkëmbështruar. të tjerat, është një mrekulli dhe lumë ne brezat e sotëm që kemi fatin ta dëgjojmë edhe ta Dhe marrim. është e veçantë sepse kënga e Bratit quhet Braçe sepse ka këtë ison e shtruar me A, shumë këngë e vështirë. Sepse ka teknika të ndryshme të polifonisë. Në këtë rast çfarë teknike përdoret? Kjo quhet që ka ngel edhe kënga Braçe, kënga e shtruar. Kënga e shtruar, do të thonë me marrës hedhës kthes dhe me isot, zërat e katërt, por një këngë që do një zanore jo të zbardhur aja, e kupton, do një zanore, më kupton të nxjerrësh, nëse këngëtarët këndojnë me diafragmë, me të gjitha këta, këndojnë vetë nga natyra, u ka falë natyra atë zërin e kulluar të këto zanore të aja tjetë. Kjo gjë është e lindur, zoti Sera, nuk mund a mësohet iso polifonia? Mund të mësohet, po do t'jetë e mësuar, jo e krijuar, jo e trashëguar. Jo e krijuar dhe jo ndoshta aq shumë e ndjerë. Dhe po e mësove nuk e ndihen, sepse kur e ke tënden. Pra nuk është një teknikë, është shpirt ai i cili jepet. Prandaj quhet vlerë gojore dhe shpirtërore. Dhe sa vlerësohet sot? Nuk dua ta them është gjëna sot. Do t'ishte e mira të gjende vendin e vet. Për veten e saj, edhe për vetë kulturën kombëtare dhe për vetë identitetin kombëtar. Çfarë mungon sot tek ajo, çfarë nuk bëhet që kjo gjë kur e mbron UNESCO edhe e shesi një vlerë të pa zvendësueshme të jashtëzakonshme, pse ne shqiptarët e kemi kaq të vështirë të kuptojmë që vlerat e tabanit ton popullor duhen ruajtur? Është identiteti kombëtar, kam iden. Nëse themi tani, siç thot politika, domethënë do të bëjmë një rilindje, është e mirë që këtë këngën labe mos ta lënë që të zhduket. Dhe ta rilindin. Domethënë të kenë kujdesi për një fëmijë të vogël që duhet rritur, pavarësisht se është 100 vjeç, 200 vjeç, më kupton? Po duhet rilindur, më kupton? Duhet rilindur tek ta brezat e tjerë. Dhe që sigurisht brezat janë të tërë sot të përfaqësuar më së miri nga grupi i Bratit Vlorës. Elidon, është e vështirë që të gjesh brezë nga brezi i ri sot të rinj që e duan polifoninë, ju vjen për së brendshmi? Është shumë e vështirë, sepse vetë faktin, si thënë profesori, që kënga labe nuk është e stimuluar, nuk është e mbrojtur, nuk i jepet ajo rëndësi që ajo ka. Të rritës sot më shikojnë më tepër rrymat të tjera muzikore, gjërat të tjera. Qanë më përfituese duhet thënë? Po, ja dhe më përfituese. Paraja merret më lehtë se sa me polifoni dhe kjo është për të ardhur keq, apo jo? Jo, kjo është, polifonia është thjesht ajo pjesa shpirtërore që tha profesori, që bëhet, ne deri tani kemi ardhur thjesht me shpirtin, pa përfituar asnjë gjë. Po që kemi fituar atë kënaqësinë e madhe shpirtërore që t'jep polifonia labe, magjia e polifonisë labe. Është të çuditshme, profesor, që ne paguajmë për eventet tona familjare lek pafund për DJ, për muzikën komerciale dhe këtë vlerë nuk e pëlqejmë.
Pse ka të veçantën Këngë e Bratit? Megjithse ka një tematik të pasur, megjithse ka zhanre të ndryshme, megjithse ka prurje të ndryshme, historike, humoristike, gëzimi, vaj, gjitha, ka një shtrirje geografike, e kupton, shumë të madhe. Shtrirjen geografike ja kanë dhënë krijuesit, sepse nuk kanë qenë brenda fshatit. Kupton, të këndojnë për Mahallën, për Dajon, për Çeçon, për Hallën, për Tezen. Ka një shtrirje geografike shumë të madhe. Qofse Selim Hasani, kupton, artisti i popullit, që ka qenë rapsodi i Bratit, ka një shtrirje kombëtare. Kupton, sepse është pjesëtar edhe i ngjarjeve historike, edhe i lustrave, edhe i gjitha. Mato Hasani, i vllajtia, ka një shtrije më të madhe. Është njeriu që ka bërë 13 vjet nizam në Turqi dhe ka shkëmbyer me krijuesit arab kulturën e tij me flasim për, më kupton, 1800 e can. Dhe po të vësh re, çdo këngë që ka bërë, çdo shaka që ka bërë, çdo humor e lidh me një betejë të madhe. I jep për masa geografike më të gjëra. Për shembull, them unë, në një ngacmim në fshat që janë me të, dhe thot, topat në rrath t'i vini si në Verdun me Gjerman, pra dinte betejën e Verdunit, nuk ishte një këngëtar kështu, do ku do i fshatit dhe kisha qenë deri këtu. Prandaj dhe ka prurje, ka kulturë, ka mesazh, ka filozofi Këngë e Bratit. Është meriti atyre, neve asë gjë s'bëjmë, vetëm e gjurmojmë dhe duam ta bijem ashtu siç ishte. Dhe këta djem kanë meritin e tyre. Kanë meritën edhe punën e vazhdueshme për ta bërë këtë, se duhet njohësh historinë, prandaj themi që është edhe vlerë e tabanit popullor shqiptar. Lëm çdo gjë tonë sikur të kemi probleme dhe kur vjen puna për këtë na rrëmben vetvetiu kjo, sepse duam që të ngelet. Megjithatë, muzika polifonike labërist, po themi, është e përhapur në të gjithë Shqipërinë, në pavarësisht jugut, veriut, apo lindjes, apo në çdo vend tjetër. Kur këndohet polifonia, një këngë me ISO duhet patjetër në një banket apo në një event familjar. Ekzistojnë edhe këto njerëzit që në fiset ndryshme janë bejtexhin që krijojnë edhe aty për aty, për momentet më të rëndësishme. Kështu janë krijuar dhe këngët, besoj, për nushtën, për dhëndrin, për... Është këngë e dollie quajmë neve. Një dolli dhe një këngë. Më kupton, kur ka një dolli dhe një këngë, pastaj kur bëhen në qejf që dollia për të mos të zënë fillojnë bejtjet, sepse dhe ato e nxjerrin rakin. Po janë romuze të bukura me njëri tjetrin, e kupton që e pasurojnë dasmën, më kupton, e ndezin. Absolutisht është shumë e rëndësishme. Pa këto bejte dhe pa muzikën polifonike nuk bëhet dasma. Por vlerë të veçantë në këngën labe ka gjithmonë gruaja labe. Pse gruaja labe? Sepse gruaja labe është ajo që edhe i ka bërë këngën e Ninullës e ka përkundur djalin, është ajo që ka rritur burrat, është ajo që ka përcjell djemt në luftë, është ajo që ka përcjell djemt në Nizam, është ajo që ka pritur djemt e vrarë, është ajo që ka pritur Shqipërinë e robëruar, është ajo që ka pritur Shqipërinë e lirë, është ajo që ka pritur të tëra ndryshimet, ajo i ka pasqyruar. Dhe ajo ka thurur këngë. Dhe quhet, shiko, kjo është kënga e nënës. Është gjiri i nënës dhe djepi ai që ta mëkojnë këtë. Po sa shpesh në nëna tona i kemi dëgjuar në shtëpi të thurin vargje dhe t'i këtojnë ato. Po, shiko, është traditë, sidomos nënat e jugut, krijueset më të mira janë nëna labe. Nëna labe. Ka patur grupi Bratit në përbërje dhe vajza apo zonja? Ka patur, ë? Ka patur. Sot ka në përbërje Elidon apo është e vështirë? Sot jo, kemi një shumë të mirën, po tani ajo nuk është angazhuar sepse është impenjimet e veta familjare dhe pastaj do ashtu është zë shumë i bukur. Zë i bukur. Këndohet sot edhe nga vajzat, edhe nga femrat, polifonia e labërisë dhe nuk mungon figura femërore apo jo, ë? I përshtatet në Brataj për shembull kur bëhet takimi i brezave e këndojnë dhe ata që kanë ikur që në Amerikë deri këtu. E ruajnë këtë vlerë apo jo? Shumë. Ruajnë natyrën, ruajnë të tëra pamjet, ruajnë, më kupton, vlerat historike, vlerat kulturore, marrëdhëniet me njëri tjetrin, vitet e fëmirisë, më kupton, i ruajnë gjitha. Elidon, si do të ndërtohet aktiviteti në vazhdimsi? Juve keni marrë çmime të ndryshme, aktivitete të ndryshme. Keni një plan për të ardhmen? Apo puna vazhdon? Puna vazhdon, tani varet çdo gjë nga mbështetja, nga njerëzit, sepse kuptohet, në rast se do të kishim mundësinë, do bënim gjëra edhe më të mëdha se çka kemi bërë deri tani. Dëshira shumë e madhe. Të shohim tani. Të shohim, shpresoj se çfarë do të bëjnë ata që e kanë për detyrë ta bëjnë këtë punë apo jo zoti Seri. Zadiri, që e ke këtu soti, është
ka 100-200 dhënë dhe është në malin e Bratit që quhet Qyramëng. Është po në atë vend që stërgjyshrit e tij kanë ikë të gjithë nizam, njëri pas tjetrit, dhe kanë lënë 1000 kokë në atë vend, në atë Qyramëng atje. Dhe ky është pasuesi pas 5 brezash është po atje, në atë stan. Edhe kur kanë ikur ata, kur kanë ikur që i lanë 1000 dhënë me një çoban, se një vëlla u lanë, edhe të tërë kopen e dhimeve çoban fshati, të 7 vëllezër, para se të iknin, kanë kënduar këngën, do ta zëm, a do ta lëm, jo mo jo se do ta zëm, se mos thonë që u trëmb. Në kupton? Ramet Paçe bardha nën që të mbulova në lëm, supo që në gazeptën. E kupton sa i ka të gjitha të lidhura me jetën Brati. Për Bratin mund të flasësh pa fund, për krijuesit e Bratit mund të flasësh pa fund, për traditat e Bratit pa fund, për vlerat e Bratit pa fund. Çdo gur ka një histori të vetën. Zoti Seraj, unë isha i nderuar që ju kisha sot në studio. Për Bratin, për Vlorën dhe për gjithë jugun, për polifonin, mbi të gjitha asnjëherë nuk del koha për të folur, megjithatë unë jam i lumtur sot që të paktën i kam ofruar publiku diçka që sot rrallë shihet në ekranet shqiptare, por që ne zotohemi që do ta sjellim më shpesh. Do ta mbyllim me Dil moj vit, apo jo? Po. Është koha juaj, faleminderit që ishit me mua sot. Kështu dashurmi që mbyllim këtë transmetim të ditës sotme, për ju që e keni humbur, nesër në po të njëjtën orë do të jetë kjo pjesë në përmbledhjen javore të pjesëve më të mira. Faleminderit që qëndruat me ne. Shijojmë grupin e polifonisë Bratit të Vlorës. Dil moj vit e leta këma, te von dhe nuk ka hënë. Dil moj vit e leta këma, amanı